si pasuje plagët të lukët që ka pas, edhe hjeka, se babën që pa thashe kanë zonë kështu pas projektën në ballë, me thike, munum ndryshme, sene ndryshme, pas lutëve, kish probleme shëndetësore. Edhe shumë vënë, kish probleme me komën. Edhe qumë spitale ndryshme, operacione ndryshme, po në fund, o du me qumë spital shtetin që ku këmë Prishtinë. Edhe kish gjakdera shumë të modhe, edhe s'ushim janal gjakderën kuqysh. Edhe në momenti, për mja këput komën. Fale me mjek, kish baj kolegji mjek, më tha, për me jetu baba ju, edhe 6 muj mas shumë të se sunet, dhe mja këput komën. Fale na me vlat madh, pikatim dhe madh, nëse mund vendim, u pajtu dhe baba mja këput komën. Po, në gjatë asaj periudhe, po më thirë, isha në korrider të e këshirë babën edhe bashkës kështë spëdiju në kërgjë. Edhe po më thirë baba mu haditën. Ojda nga të kreve të tina, që ham, në kam i në operacion nesra, dhe kam një operacion shtë, dhe në më mahput komën. Në e bënda pak si me sportivitet, ka që së kërgjë. E laksu, po. Po me relax. Ja thënë, di që së kërgjë, se o koma jem, dhe po, di shka tha më ngu mu. Shfëll, mos ma mund me anjëm, të ka do drejtin që më set. Tha komën këtë mahput si nesra, e merë ma varës atë të djemë, bajtë. Edhe vëllit të një këmë bo ashtë. Po. Këmë bërë për unë atë gjendje. Që shumë ka thaj.